Rrugtimin e tij artisti Robert Bisha e mbylli në Shirokën turistike. Në të perënduar të diellit dhe fllatin e liçenit, ai solli një mbrëmje të veçantë muzikore në tingujt e pianos. Artisti udhëton me muzikën e tij duke nisur nga Shkodra për të ushtrirë tek pjesa muzikore e vendeve të ndryshme të botës që ai ka studiuar por edhe përpunuar. Pianisti dhe kompozitori Bisha ka dashur që me këtë projekt të sjellë në bashkëpunim me Qendrën Rinore Arka ta çojë pianon dhe artin e tij tek publiku i periferive për të mos mbetur vetëm në qendrat e mëdha. Kisha edhe pak nevojë për një publik tjetër, por edhe kisha nevojë nëse s'ban më paraqit në qytet ku të gjithë janë star. Ideja është të çojmë pianon tek qytetarët, pra jo tek vitin qytetar tek piano siç është zakonisht rutina ashtu siç njoh. Premtimi është që vitin që do të vi, do ta ripërsërisim përsëri duke zgjedhur vende të ndryshme të Shqipërisë. Bisha synon ta kthejë në traditë këtë rrugtim artistik. Destinacionet ishin më tepër se sa kaq në fillim dhe premtimi për mbështetje financiare që nuk erdhi nga institucionet e rëndësishme ishte që unë të shkoja në shumë fshatra, po thjesht sepse më duhej një mbështetje kaq, jo për një fitim. Kështu që kësaj here bana të shkurtër, po herën tjetër do të jetë besoj të paktën 1 apo 2 javë intensive. Më herët artisti shqiptar që jeton në Itali luajti në Rëshen dhe në qendrën muzeore Dom Dremjeda në Kukël. Vitin e ardhshëm synon që rrugtimin me pianon ta vijojë duke prekur të tjera territore të Shqipërisë.